Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 30, muaj është i 5, viti 2026, vit që po e shkelim për gjysmë. E shtunë. Dhe të shtunë nuk ndodhi kush e di se çka në skenën politike bërse në Maqedoni, për shkak se ishin festat duke filluar nga dita e alfabetit të gjuhës maqedonase deri te festat e Kurban Bayramit e kështu me radhë, dikush i bashkangjitë dhe nuk pati ndonjë lëvizje. Lëvizja e vetme ishte mitingu i lëvizjes vetëvendosje në Tetov. Dhe a dini si kaluan ata? Si ai në darsëm me kalë të huaj. Dhe pse e themi këtë? Sepse të nëshmosh një popullat të tërë është rëndë, vërtet është rëndë. Por, mos i kallëzoni Albin Kurtit. A dini sa pat? Për pak 100 veta qytetarë. Kuptohet, kishte disa politikanë dhe administrata komplete e komunës. Dhe që të mbulohet ulën për karike. Pra në mitingun e LVV-s, të varrit i dorëzuan llogarinë e pakënaqësisë plus edhe kryetarit e komunës Bilat Kasanit, por edhe Agës Izet Mexhitit me kompani. Ta bajni me shëndet. Ja se çfarë ndodhi sot në Tetov. Pra, kokë njeri, sepse Tetova mba mend deri te tregu me mitingje. Kësaj radhe as 100 veta qytetarë. Në Tetov, këta që janë për Evropën vleni, lëshuan himnit, dëgjohet. Dhe i pari kuptohet doli kryetari i komunës. Nderuara kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe presidente në detyrë, Mikeshe Tetovës, zonja Albulena Haxhiu, mirëserdhje në Tetov. I nderuar deputet Artan Abrashi, të nderuar deputet të Kuvendit Maqedonisë, të nderuar ministra, zëvendës ministra dhe ju të dashur tetovarë. Sot ndjehem veçanërisht i nderuar që ju përshëndes nga Tetova, qyteti që gjithmonë ka jetuar në të njëjtën ritëm me Kosovën, sepse lidhja jonë me Kosovën nuk është vetëm politike. Qesin rrugën e ndryshimit, rrugën që të vetmen lidhje. Pastaj doli Bekim Çoku. Qytetarit këtyre trojeve kanë qenë ato tregtare, biznisore, studiove televizive, kampuse Trave deputet të nderuar Albulena Haxhiu, qytetar të Tetovës. Mirë se ju gjej sonte këtu në shit, imi nuk është i sotëm. Po pra, një grusht njerëz, qytetar as 100. Qytetar as 100. Në një moment, Zuda më tha i Slatinës, kur më pak. Okej, ju dini se unë mbahem i mençur. Edhe pritet dështimi. LVV vlen, Izet Mexhiti, po Sashir Bilat Kasami, ecim, vija, nga tregu politik në Tetov. Tetov është bëhet gati të pret njerëz tjerë. Hë për hë, të gjitha shigjeta dhe syt janë të drejtuara të forca studentore, të cilët të vetmit mund të mirëpriten. Edhe pse, jo në me vëmendje, edhe pse, Ali Ahmeti nga BDI, don që t'i ketë në kontroll, por nuk i ka. Dhe ka një marrëveshje të fshet me Vlen dhe Mickosin, ata e sulmojnë 15 studentët Ali Ahmeti dhe BDI u theq. Asnjëherë. Që mos ketë të tretë në skenën politike. Tash shumë shpejt dhe data 6, muaj 6 vitit 2026. Këta që ngjiten në majën e Lubutenit tonë,
Me Dilbi duket Seleniku. Pra, hipni ju të vlenit LVV-n dhe merrni edhe Mickovskin nga Maja Luboten, shikoni sportin e Selenikut. A dit nuk ka mjegulla, duket me Dilbi Seleniku, porti Selenikut. Tetova nuk u ndes nga vizita e Albelen Argjiut. Në politik ka momente kur fjalimit janë të gjata. Skena është e madhe, flamujt valojnë dhe organizatorët mundohen të krijojnë atmosferë fitore, por në fund mbetet vetëm një pyetje. Sa qytetarë janë përgjigjur thirrjes? Tubimi i Albelen Argjiut në Tetov la më shumë pikpyetje se sa entuziazëm. Për një qytet që tradicionalisht si Tetova ka qenë qendër zhvillimi politike të shqiptarëve në mesimin e veriut, pjesëmarrja e pakt u perceptua nga shumë qytetarë si shenjë lodhje nga premtimet dhe eksperimentet politike. Tetovarët kanë dëgjuar gjatë gjithë këtyre kohëve shumë fjalë ndër vite dhe sot duket se kërkojnë më shumë vepra. LVV hiri në skenën politike të maqenisë së veriut me ambicie të mëdha dhe me bindjen se emri i saj do të mjaftonte për të fituar zemrat e shqiptarëve këtu. Por realiteti po dëshmon se Tetova nuk impresionohet lehtë. Ky qytet ka kulturën e vet politike, problemet e veta dhe pritjet e veta. Nuk mjafton të sjellësh emra nga Kosova. Pa Albelen Argjiu 55 herë u propozua kryetare e parlamentit nuk kaloi, edhe pse ishte ndër më të votuarët në LVV në Kosovë. Qytetarët duan të shohin respekt për inteligjencën e tyre dhe zgjidhje për hallet e përditshme. Edhe pse shumë kush priste që në Tetov të vinte vetë Albin Kurti, sepse është herë e parë nga viti 1992 që merr një parti politike shqiptare nga Kosova mba miting në Maqedoninë perëndimore të veriut. Por, mos harrojmë një gjë. Javë më parë në Kumanov mbajti miting edhe Aleksandar Vučići. Dhe këta në toka politike vletët baraspesh e kemi. Ama baraspesh, ma mirë mos kishit ardhur. Turp është për ju. Gjithashtu pak njerëz. Duke qenë figura më e fuqishme dhe të re që LVV-s, Albin Kurti nuk u duk. Çfarë do premtoje? Kryetari i komunës së Tetovës 1 centimetër nuk e ka hap atë që quhet korridori autostrada, më falni, Tetov-Prizren. Jo Prizren Tetov, Tetov-Prizren. Po ju dha mundësia, e them unë si me skushoni, a e shet edhe ato. Po ju dha mundësia. Mirë po jam se s'ka mundësi. Në vend të kësaj u dërgua Albelen Argjiu, gjë që nga një pjesë u interpretua si në nënvlerësim i inteligjencës të shqiptarëve të Tetovës. Jo këta politikën bërë si që i shifni, që ka Tetova në elektoratin shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Fotografia e tubimit sipas kritikëve të LVV-s flet më shumë se çdo deklaratë zyrtare. Në vend të një sheshit të mbushur me qytetarë entuziastë shihet një tubim që nuk arrin të japë gjësinë e mobilizimit masiv që pritej nga organizatorët. Kjo është arsyeja pse shumë komentues shohin këtë aktivitet si një sinjal se projekti politik i LVV-s në Maqedoni nuk po gjen mbështetjen që pritet. Për atë dhe tetovarët e bojkotuan Albelen Argjiun dhe mitingun e LVV-s në Tetov. Ja majkata. Pse nuk shkuan në Shkup të organizojnë? Atje të hapën shtabin, po vinë në Tetov. Nuk i la Mickovski. Ajde, po daleko. Çfarë do të nëse politika matet në praninë e njerëzve, atë këtë nuk i dha LVV-s fotografinë që do të dëshironte ta kishte Albin Kurti. Për atë mos i kallzoni. Tetova duket se po dërgon një porosi të qartë, edhe politikan bërëse tyre që janë me vlenin dhe rinë në Shkup, sepse ata duan që Shkupi të pyetet e votat ti marrin Tetov. Hipni në mani Lubotenit me 0606, do ta shihni. Thamë, a do t'i merrni votat? Pra, ko është rezultate konkrete? Asnjë investim, asnjë, merrni në mend, për ditë del dhe lavdërotaj në Shkup po bëjmë korrudhën e shpejtë atë, a e korrudha është gati, vetëm duhet një 100.000 euro që të funksionoj Shkup, Tetov, Gostivar, Kërçov. Dhe nuk e bëjnë. Po nuk e bëjnë. Pra, tubimi, i Albelen Argjiut në Tetov nuk arriti të krijojë i honën që pritet nga LVV. Pamim nga sheshi dërgon një pjesëmarrje që sipas shumë qytetarë beti larg pritshmërive për një forcë politike që sinon mbështetje të fortë dhe të duket se ata janë agobaba këtu në Tetov. Jo. S'është as BDI, agobaba. S'është. Edhe u pa ai në Shkup. Pa në Shkup me Mickovski. Nuk erdhi Tetov. Dhe një pse them shkonin Shkup. Atje lavdërot konjutha, kretë familjarët e mije, base, apo nuk desha t'ja prishni agësizet rahati.
i cili promovesh neokomunist i tipit Ali Shukri. Në kokat e të varëve keni dështuar. Por keni dështuar historikisht se nuk e mbani në Shkup. Ku veç jeni duke punuar në atë që ta ktheni vëllazërinë bashkimi. Vetëm nga shqiptarët, jo edhe nga politikë përgjithësi Maqedonisë, atyre do mbetet shteti. Merrni me mend, tetove në humbi BDI që thirrën në USHK. E ju, çfarë fitni? Dhe fitoni? Gjysmë kryetar 2, gjysmë gjel kryetar, gjysmë çka mos. Pra, tetovën e keni larg opinionit mediatik të bllokut Maqedonisë, edhe pse në kohën e digitalizimit është afër. Por në kokën e prezencës fizike të mitingut nuk është njësoj, është më dhëtë. Pra, dyshja Mickovski Nikolovski është duke bërë gërdi në dhe del aty këtë që për shet vakëfet dhe nuk skuqit. Nuk skuqit. Tregon histori. Nuk kemi nevojë për histori. Ne kemi nevojë për prakticitet. Kemi nevojë për praktik. Dhe, a nuk i ran këtyre 2-3 ditëve shkoj buri botës në Tiranë, dolin televizione, mendoni se papagese janë për pjesëmarrje? Unë kam një shkrim, që e kemi pyetur njërin, në mal, dhe ai më ka dhënë një shkrim. Kjo ka 2 viteve 2022. 2021-2022. Ti nga Shqipëria do të marrin pa parë. Këtu në Maqedoni, dhe merrni me mend. Jurnali është në Shkup, Ina është në Kumanov, ata bëjnë lajme për tetovën, kuptohet, s'ka as gazetar as kurrë, por i marrin kështu, prej atje dhe bëjnë një lajm. Dhe ne këtu i bëjmë fillim. Parët i marrin ata. Kështu funksionon informimi në Maqedoni. Por, duhet të jesh ndonjëherë edhe namçor thonë tetovë, duhet të hapësh sytë vet. Të dëgjojmë se çfarë tha Osman Kadriu, kryetari që ka në gjykatën kushtetuese të Republikës së Maqedonisë, lidhur me provimin e respondencës në Shqip. Ai thotë, nuk ka pengesa ligjore për politikën, nuk duhet shkohet për çdo gjë në Komisionin e Venecias. Pra, Komisioni i Venecias është vetëm për të blerë kohë dhe të humbur shagitje. Ai vlerëson se pengesa nuk është juridike, por politike, pasi sipas Kadriut nuk ekziston asnjë kontest ligjor që e pengon realizimin e kësaj të drejte. Sipas tij, kërkimi i mendimit nga Komisioni i Venecias është vetëm një mënyrë për ta shtyrë procesin dhe për ta mbajtur pezullt zgjidhjen. Jashtë që ka përshëri edhe në ato deklaratat politike, çdo intervenim duhet të kërkojë vendim të Komisionit për Venecias. Nuk ka Komisioni i Venecias kompetencë për këtë çështje. Këto çështje janë të thjeshta, të kuptueshme, të qarta, që nuk ka nevojë të promovohet Komisioni i Venecias. As më tepër para Komisionit të Venecias ka qenë ligji për gjuhën, edhe ai për ligji për gjuhën ka dhënë atë mendimin e tij për të cilën mendimin e Venecias ju ka kushtetuar dhe kemi në ditën e shtutimit të ligjit. Prandaj është me thënë nonsens dhe pa kuptim dhe pa nevojshme të kërkohet përsëri edhe për një intervenim edhe më të vogël, aty intervenimi është shumë i vogël në ligjin për provimin e jurisprudencës që të kërkohet mendimi i Komisionit të Venedikut. Synimi që të kërkohet mendim nga Komisioni i Venedikut ka për qëllim të lutem përsëri që kjo çështje të varritet, të shtyhet. Kadriu vlerëson se Po pra, edhe kjo deklaratë nuk është e vonshme, është e sotshme. E sotshme nga Radio Televizioni i Maqedonisë, programi i dytë. Mezi se e gjeta. Profesori po e bën punën e vet, por me një lule nuk shel pranvera. Pra, lëndruat sot Mickovski me diçka tjetër. Thot, do i zbres çmimet e derivateve të naftës. Pra, paremlon Mickovski uje të çmimit të dizelit për 6.5 denar dhe qeveria e kthen të vëshën për benzinën në 18%. Akcizat ulen me 2 denar. Kjo është Maqedonia, ku ende veturat e viteve 2000-2010 shiten 5.000 e lartë. Kjo është Maqedonia. Dhe, besoni, nga njerë në e lodhin këta të Shqipërisë thonë trapin. Portalet e Vlenit, duke menduar se jemi të ria, po analfabet nuk e di si, na dërgojnë turli far lajmesh sepse ta zonë.
Dikush thotë, shpërndajve këtë lajm. Ama po, që ty të zëmë 100 euro, shpërndaja. Dhe e thotë, nxjerreve, ai ka marrë edhe për ne. Por, kjo më ka befasuar shumë. U përcjell urimet në emër të kryeministit Mickovski, deputeti VMRO DPMNE-s shqip në Tiranë. Problemi i madh. Po dëshoja në kongres e çoj të flasë Mickovskin. E këta në atë që quhet Partia Demokratike të Sali Berisha, fjala Dragan Kovački, deputeti i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut. Jo, nuk e votoj. Dhe nuk do lexoj për vetëm solla si dëshmi se çfarë nuk ka. Apo bën me suti. Bëj edhe unë? Po, e bëj. Po bëjnë. Dhe sulmet një pas një në Vargëdhi lidhur me ish kryeministrin Nikola Gruevski. Tash doli se ai paska edhe në shtetësi të marrë në vitin 2022 nga Hungaria. Dhe pasi ka në shtetësinë Maqedonia, asnjëherë. Nesër në Tetov, Zedin Sela, të mundohet të bëj dhe do bëj partinë Lidhja Shqiptare, pra, nga alternativa në Lidhja Shqiptare. Okej, nuk është okej, ne urojmë sukses edhe punë, sepse çdo gjë ka kuptimin e vet dhe pse jo? Edhe ai vazhdon. Ai nuk u pajtua me shkrimet e kohëve të fundit se e kanë lutur të vinë në qeveri nga Vleni. Ai thot, më kanë lutur, nuk kam shfaqur unë nga dishmëri të shkojnë me ata. Okej. Nuk është okej, por asgjë tjetër. Unë do kisha thënë edhe diçka tjetër. Nga ajo që përflitet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, mos i bini të panit kot ju që jeni në Maqedoni. Vetë marrëveshja me Iranin tregon se pse Irani atëherë pas ka të bëjë marrëveshje? Pse? Pra, ka humbur luftën. Unë kur jam i fortë, nuk kam se çfarë bëj. Pra, mos i thyni agës 5D venk. Dhe Trumpi shërton mundësinë e anulimit të koncerteve për 250 vjetorit të pavarësisë së SHBA-s, që pritet të mbajë një tubim me fjalime. Pra, nuk ka asgjë tjetër kontestuese, pra, por politikë përsi shqiptarë të në Maqedoni duhet në mënyrë publike, siç ka bërë deri tash vetëm Menduthaqe dhe një pjesë e BDI-s. Ne jemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi me Trumpin, nuk jemi me Iranin. Hajde, dilni. Këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëma. Ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabani.